Ka ndëruar jetë në QSOT Shpëtim Qeliku, i cili ishte dënuar me 25 vite burg për vrasjen e gruas së tij shtatzën. Drejtoria e burgjeve bën me dije se ai ka humbur jetën si pasojë e një arresti kardiorespirator. Ai u dërgua në spitalin e burgjeve në Shkodër dhe më pas në QSOT, ku ndëroi jetë. Shpëtim Qeliku vuante dënimin në burgun e Shkodrës dhe i kishin mbetur 8 vite, 5 muaj burg. Ngjarja e rëndë ndodhi në dhjetor të vitit 2012, ku Manushaçe Qeliku, e cila ishte në pritje të fëmijës së tretë, u bë viktime e dhunës së bashkëshortit të tij. Qeliku, asokohej 35 vjeç, vrau të shoqen me sqepar në sy të 2 vajzave të mitura. Sipas policisë, shpëtimi kishte të paktën 2 ditë që e dhunonte dhe e rrite të shoqen, derisa e ka masakruar atë. Fillimisht shpëtimi nuk ka pranuar se ishte ai autori, madje fillimisht ka tentuar të nxjerrë hipotezën se gruaja e tij ishte larguar. Manushaçja dhe shpëtimi pinin kafe bashkë çdo ditë, më pas me biçikletë dhe herë në këmbë shkonin në Vlorë të mblidhnin kanaçe për të siguruar ushqimin fëmijëve të tyre. Por 2 ditët e fundit, ata nuk ishin parë bashkë dhe banorët e zonës në hyrje të Orikumit, buz aksit nacional Vlorë-Sarandë, ishin shqetësuar. Shpëtimi fillimisht tregonte se bashkëshortja e tij ishte larguar nga banesa dhe se ai nuk donte t'ia dinte.